Përshëndetje, dhe pasi kam shpjeguar aurat, tani dua të ndaj me ju pse duhet të përgatitesh për 2027-ën. Arsyeja e videove në shqip mbi human design, përveç se është aktiviteti që më plotëson më shumë shpirtërisht, është që sa më shumë shqiptar të përgatiten për ndryshimet e pashmakshme që do vinë në shkurt të 2027-ës. Përveç se është folur prej shumë vitesh për një ndryshim të madh dhe janë vënë re ndryshime, pra ne nuk jemi njësoj si më përpara, të paktën vetëm 5 vitet e fundit për mua personalisht janë ndjerë sikur kanë qenë 2 dekada. Dhe nga 2020-a, viti që na tregoi një trailer se çfarë ndryshimesh po vinë dhe si të përgatitemi. Koshienca dhe ndërgjegja jon ka evoluar dhe po evolon vazhdimisht pasi kjo është natyra e ekzistencës. Dhe mbijetojnë dhe vazhdojnë shprehjen në këtë formë dhe në këtë realitet ato gjërat të cilat përshtaten dhe ecin në një ritëm me progresin. Besoj keni vënë re dhe keni ndjerë se energjia sapo vjen e po bëhet më intensive dhe e shpejtë. Ndaj tani është koha më e dur dhe madje do thoja shansi i fundit për të bërë transformimin që qëndron me ju në të ardhmen dhe do mund t'ia përcjellni fëmijëve tuaj. Gjua dhe informacioni që i jepet përmes human design, siç e thash, është një kod, një informacion yjesh që ndërkohë që hedhim fokusin dhe e shohim, na aktivizon një kosciencë të re, ajo kosciencë që do na shërbejë për të naviguar dhe për të qenë në lëvizje korrekte në të ardhmen. Sigurisht janë përfolur dhe parashikuar prej shumë vitesh kataklizma të mëdha, fundi i botës, po këtu nuk po flasim për fundin e botës, po flasim për fundin e një botkuptimi dhe një formë dhe tranzicioni në një tjetër. Pra, jeta si më parë jo vetëm që nuk do kthehet, po në 2027-ën energjia e planeteve do krijojë një kryq të ri në qiell dhe ky kryq do sjellë drejt nesh neutrino, grimcat e yjeve, që do e ndryshojnë mënyrën se si marrim informacion dhe perceptojmë realitetin. Kjo do të thotë, ndër të tjera, që vlerat që kanë krijuar këtë qytetërim të deritanishëm të bazuar në vlerat tribale nuk do kenë më dhe aq kuptim, pasi neutrinot do sjellin energjinë e fuqisë individuale. Do të thotë se çdo gjë që deri tani e kemi marrë të mirëqen për njeriu dhe çdo gjë që kemi krijuar në këtë qytetërim nuk do ketë më shumë sens për kosciencën dhe ndërgjegjen e re që do jetoj si forcë jete në trupin ton. Pra çdo qelis ADN-je pas shkurtit të 2027-ës do pulsoj me një drejtim energjie dhe për këtë shumë pak njerëz kanë kosciencë dhe janë të përgatitur. Sigurisht ndryshimi nuk do vi për një natë, as për një muaj, transformimet sidomos ato kolektive marrin kohë. Megjithatë, duke qenë manifestor dhe në kontakt të afërt me programin e yjeve, shoh që efekti do ndjehet shpejt, madje njerëz me të cilët kam pasur seanca human design më kanë rrëfyer se dhe ata e shohin tashmë ndryshimin dhe shpërbërjen e shumë autoriteteve të jashtme që ne kemi krijuar deri tani. Kjo do bëhet më e ndjeshme dhe do marrë lëvizje dhe momentum në 2027-ën. Dhe nuk kemi asgjë për të bërë veç se të fillojmë të kuptojmë se çfarë ka funksionuar deri tani nuk do funksionojë më. Dhe kemi mundësinë me këtë informacion të bëjmë një pastrim të thellë të kondicionimit që na është dhënë që në lindje, të gjejmë zërin ton unik brenda një kolektivi që presionon dhe kërkon që të jemi të gjithë njësoj. E po drejtimi i jetës, të paktën atë që po na tregojnë yjet, është se po shkohet drejt fuqisë individuale. Autoriteti individual, do me thënë, njerëzit kanë shansin që në mas të gjerë të fitojnë maturi. Dhe në këtë mënyrë të jenë të drejtuar nga i vetmi autoritet për të cilin erdhën këtu të mjeshtërojnë. Autoriteti vet i brendshëm. Për këtë do flas në videon pasardhëse. Tani dua vetëm t'ju bëj të ditur, t'ju informoj, ashtu siç një manifestor di të bëj, se keni para një vit portal. Pra ky 2026 është portali i fundit ku çdo gjë që është programim i vjetër, i padobishëm, i pashëndetshëm, i pambështetur nga energjia e jetës dhe e dashurisë, duhet të lihet të shkojë, të kalojë në fuqinë e zjarrit transformues, që lejon të vazhdoj vetëm çfarë i shërben jetës dhe kosciencës që po vjen. Pra, keni mundësinë këtë vit kur yjet të lëvizin, ju të lëvizni në harmoni me to. Për mua, human design është çelësimi i fundit i njerëzimit dhe sipas gjithë udhëtimit dhe procesit tim personal të kosciencës, nuk mendoj se do ketë çelës tjetër që do zbresë si informacion për ne.
Shfrytëzojeni, përdorini këtë dije, është këtu për ju dhe për fëmijët tuaj. Dhe nuk është vetëm mistike, është mekanike, e prekshme dhe ju do ta shihni sapo të filloni të eksperimentoni me të, hap pas hapi. Unë jam këtu për të sjellë këtë frekuencë dhe nëse doni të bëni konsult private, mund të më dërgoni email. Tani do kaloj në një video informacion tjetër ku do të shpjegoj se si 4 aurat ka një strategji dhe se si navigojnë pa ndërhyrjen e mendjes ego, që është një entitet që vazhdimisht na çon në drejtimin jo korrekt për ne. Shihemi në videon tjetër.